Ne pam performancën dhe të kombëtares edhe të Manes me Letoni, ishte turpi i Zotit, me vende 138 në botë. Nuk bërë asgjë, kupton që të jepshit paktën Shkëndija që unë dua ta fitoj se s'bëm të ndeshi. Nuk dham asnjë Shkëndijë që mbajtëm topin më shumë se ata, kuptohet. Por të jetë me rregull të rishë ata duhet të kishin fituar ndeshjen se humbën në penallti. Po të bëj për rrezikshmëri përpara portës, ishte më efikase se ne ata. Bën një gol, humbën dhe një penallti. Ne bëm ne s'bëm as gol, do të se bën autogol ata vetë. Kështu që performanca ishte katastrofë në atë që duam të arrijmë ne. Kupton se unë e kuptoj që futboll ndodhet edhe një ditë jo. Por duhet dalin gjitha për ne, ishte ditë e vështirë kjo për ne, nuk ishte ditë e mirë, nuk ishte përqendruar ekipi. Mbase trajneri kishte bërë zgjedhjet jo të duhura për të futur lojtarët e dur, mbase për mua Mane nuk do të ishte fare të futesh të luante në këtë ndeshje. Rezert, nuk më shqetëson, mund të ndori pak e bërë, nuk më shqetëson barazimi. Skuadrat e futbollit mund të jetojnë mbas një ndeshje. Pra detyrimi në sport, sidomos në futboll, është një aksion që nuk kemi pse e kërkojmë. Ka ndeshje futbollit të cilat për hir të fatit, për hir të ditës keqe, për hir të një kundërshtari që bën ndeshjen e jetës, si nuk e fiton. Por për fatin të keq, nuk ishte asnjëra nga këto të treja. Pra nuk është se ne bëm një ndeshje ku e dominuam totalisht kundërshtarin, bëm shumë raste, bëm shtylla. Dhe mungoi vetëm fati. Dhe mungoi vetëm jo fati, por mungoi ajo përqindja e fatit. Dhe sikur të ndodhi kjo gjëja, del në televizor përpara njerëzve, të cilët Manajn e kanë mbështet. Kur përveç Bulkut, që unë e di që ka pas simpatizuar se ka parë kombëtari që para 10 vitesh, kur gjithë stafi ekipeve kombëtare nuk e merrte në telefon, Mana e ka ardhur në ekip kombëtar vetëm para Evropianit, nuk ekzistonte, ishim ne gazetarët që thonim, shiko, është ky lojtari që po lun mirë, ka bërë 320 gola, pse jo? Befas ky lojtari vjen. Rikthehet. Në një gol të madh si sulmues nuk ka bërë këtë një vit. Ka bërë rolën e tij, por në një fitore të madhe që ta nxjerrim aty në faqe të parë nuk ka bërë. Okej. Humbet penalltin me Serbin. Okej, dhe kjo mund ndodhi. Nuk luan mirë me Letonin, dhe kjo mund ndodhi. Po dalësh tani në televizor, ne ta tregosh kalçeton, kjo nuk është e ndershme.